Përshëndetje, përshëndetje të dashur miq, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po takohemi sërish së bashku për të ndarë në fakt lajmet edhe ngjarjet më të fundit nga showbizi, përditshmëria, jeta e artistëve shqiptar. Do të flasim tashmë për një çift i cili me një video ka ngritur pikpyetje të jashtëzakonshme. Të gjithë pyesin se çfarë po ndodh me këtë çift, si qëndron marrëdhënia e tyre. Një video që ka ngritur kurreshtjen mos vallë janë fejuar dhe Brikena është duke treguar unazën, por Brikena ka në gisht edhe një unazë që Mateo dhe Brikena e vurën që në martesën. Do të thënë që në momentin kur ato të dy u martuan në shtëpinë e Big Brotherit. Njëherë do t'ju sjell videon ta shikoni dhe më pas do me thënë gjatë kohës kur ju shikoni ne komentojmë. Tani, ju e shikoni që Brikena bën një lëvizje të çuditshme. Do me thënë mbulon syrin e Mateos në këtë formë edhe mundohet që ta tregon unazën. Kjo lloj lëvizje është e dukshme që Brikena dëshiron të tregon diçka, që Brikena dëshiron të thotë diçka. Tani, unaza është shumë e ngjajshme me unazën që Brikena kishte në dasmën e saj, që do me thënë Mateo i bëri dhuratë në momentin kur ato të dy u martuan në Big Brother. Dhe unë me sa kam informacion dhe me sa e di, do me thënë unazat, dhuratat, të gjitha gjërat që banorët marrin në shtëpinë e Big Brotherit, me patjetër që i marrin dhe me vete, dhe sidomos unazat të cilat janë të personalizuara, që bëhen vetëm për ato. Dhe në këtë rast, Brikena e mori unazën e saj me vete. Por nga fakti që Brikena tenton ta tregoj unazën dhe i mbyllën syrin Mateos, kjo tregon që ndoshta Brikena në gishtin e saj ka një unazë të re. Dhe çifti ka kaluar përtej marrëdhënies së dashurisë. Do me thënë Mateo i ka dhuruar Brikenës edhe një unazë që simbolizon shumë për marrëdhënien e këtij çifti, për dashurinë, për gjithçka të bukur që në fakt ky çift po bën edhe ka ndërtuar. Tani, fillimisht njëherë te kjo videoja, Mateo dhe Brikena duken shumë të lumtur. Do me thënë, kjo gjë tregon që këto të dy me patjetër që e kanë gjetur veten tek njëri tjetri dhe me patjetër që i kanë dhënë një vëmendje dhe një dashuri të madhe njëri tjetrit. Por nga fakti që Brikena e luan dorën, nuk kupton që nuk kemi të bëjmë me të njëjtën unazë, por Mateo siç duket ka marrë një hap pak më të rëndësishëm. Tani, fejesën e Brikenës edhe të Mateos e kanë komentuar vetë ato të dy, duke thënë që ne këtë gjën do ta finalizojmë më shumë në momentin kur në shtëpinë tonë, do me thënë, do të vinë prindërit e Brikenës. Do me thënë, kur prindërit e Brikenës të kthehen nga Italia, ne këtë gjën do ta bëjmë edhe më glamur, do ta bëjmë edhe më të bukur, do ta bëjmë edhe më të shëndetshme, do me thënë, ta bëjmë edhe më fantastike. Dhe pikërisht fakti që Mateo ka hedhur një hap drejt një dhurate të bukur kushtuar Brikenës, një unazë që unaza ka një simbolik shumë të veçantë në dorën e një femre, në rrugtimin e një çifti, do me thënë është ajo simbolika e bukur që nisën atë lulëzimin e dashurisë. Unë mendoj që këtu janë hedhur ca hapa më të shpejt, sepse Mateo dëshiron që gjërat e tij ti finalizoj më shpejt. Do me thënë, unë e shoh Mateon shumë të gatshëm për të hyrë në një marrëdhënie edhe më të madhe se sa thjesht një lidhje dashurie. Do me thënë, se sa thjesht një emocion dhe një ngrohtësi dashurie. Tani, në këtë rast, Mateo dhe Brikena nuk i bëjnë të kota këto lëvizjet, e në thash disa herë. Këtu ka dy pika. Ose bëhen këto lëvizjet që të shtohet kurreshtja dhe të arrim më shpejt tek momenti, sepse çifti me patjetër që do të bën një manifestim të vogël, do të bën një moment të vogël, do të argëtohen, do ta shijojnë çastin, do të jetojnë të dy të lumtur dhe mendoj që për të arritur më shpejt te ky moment, çifti njëherë po e ngre zërin e madh edhe
po ngre pikpyetje për marrëdhënien. Unë e them që Dora, e cila ka lëvizur, nuk është e rastësishme. Diçka po zihet, një gjë e bukur po vjen. Unë jam shumë i lumtur që gjërat e këtij çifti po vinë pikërisht për dashuri. Le të dhurojmë sa më shumë dashuri, le të japim sa më shumë dashuri në kohët kur dashuria fatkeqësisht ka humbur kuptimin, njerëzit janë të gjithë të favorizuar tek interesi, njerëzit janë të gjithë të fokusuar tek përditshmëria, nuk e kanë mendjen tek të qenurit i dashuruar, nuk e kanë mendjen tek të qenurit i përmbushur shpirtërisht, dhe kjo në fakt i bën njerëzit që të jenë të veçantë në dimensionin e tyre, të jenë të veçantë në gjën e tyre. Dhe pikërisht Mateo dhe Brikena po japin atë mesazhin e bukur në këtë kohë luftrash, në këtë kohë dinamikash, në këtë kohë energjish që dhurojnë atë pozitivitetin dhe bukurinë e gjës së tyre. Unë e di që Mateo dhe Brikena këtë javë do të na surprizojnë të gjithëve, do të vinë me risi tek publiku shqiptar, fansat do t'i presin me shumë kënaqësi sepse kanë çfarë të sjellin, kanë çfarë të dhurojnë, kanë çfarë të tregojnë dhe do të jetë diçka glamur në median shqiptare, por shoh edhe një mesazh që në fakt na vjen nga çifti që gjërat kanë filluar të normalizohen dhe emocionet e tyre kanë filluar që të marrin një drejtim të ri, emocionet kanë filluar që të marrin një rrugë të re. Unë ju uroj të gjitha të mirat, uroj me zemër që kjo video të jetë videoja e dashurisë së tyre, të jetë ajo mesazhi i bukur që fansat e Mateos edhe Brikenës duan ta marrin, dhe le të mos jetë unaza e martesës, por të jetë një unazë e ardhur enkas për Brikenën nga ana e Mateos për ta rinisur, unë them për ta rinisur atë gjën e bukur që e nisën brenda Big Brotherit, por për ta finalizuar tani jashta Big Brotherit me gjëra fantastike. Nga informacionet që kam unë, Brikena ka ardhur e vetme në Kosovë, prindërit nuk kanë ardhur akoma, po me patjetër që në momentin që prindërit do të mbrinë, me patjetër që tradita në familjen e Brikenës është shumë e theksuar dhe do të jenë gjërat fantastike, dhe në këtë rast, Brikena do ta shijon të gjithë momentin dhe do ta jeton të gjithë momentin e saj. Kjo e bën Brikenën të ndjehet e ëmbël në të gjithë formën e saj. Unë ju uroj të gjitha të mirat, shpresoj që çifti të na vi vetëm me risi. Presim nga Mateo dhe Brikena gjëra fantastike, presim një celebrim të vogël, presim pushime të ëmbla, presim një Briken të përmbushur në media që do të jetë, presim edhe një Mateo që do të jetë në media që në fakt do të na shijon pafund. Dua të marr mendimin tuaj për këtë video.